Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Këshilli drejtues i RTS zgjodhi Eni Vasilin drejtore të përgjithshme të Radio Televizionit Shqiptar. Me votim të fshehtë, 11 anëtarët e shpallën fituese të garës me 7 vota pro kundrejt 2 rivalëve të tjerë, Zoje Jakaj dhe Ëngjëllush Musaj. Ka nisur trajnimi operatorëve të KZZ-ve të qarkut Gjirokastër për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Trajnimet për këtë të fundit ka nisur sipas udhëzimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe konstituimit nga KQZ të komisionerëve zonal të administrimit të zgjedhjeve. 5.332 zgjedhës do t'i drejtohen 9 qendrave të votimit në 11 maj në KZZ numër 82 Bashkia Libohov. Edhe në këtë bashki, numri votuesve ka rënë me 532 nga 5.864 që ishin në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, ndërkohë që edhe qytetarët kanë nisur të verifikojnë listat e afishuara. Skema e naftës dhe ajo e blegtorisë kanë qenë dy masat që kanë patur më shumë interes në këto 10 ditët e para të aplikimit për subvencione. Aktualisht, pranë zyrave të agjencisë për zhvillim bujqësor dhe rural në Gjirokastër, janë regjistruar rreth 1500 aplikime nga fermerët dhe blegtorët e qarkut. Ju njohim tani më gjerësisht. Këshilli drejtues i Radio Televizionit Shqiptar zgjedh Eni Vasilin drejtore të përgjithshme të RTS. Me votim të fshehtë, 11 anëtarët shpallin fituese të garës me 7 vota pro kundrejt 2 rivalëve të tjerë, Zoje Jakaj dhe Ëngjëllush Musaj. Eni Vasili vjen në krye të Radio Televizionit Shqiptar me 7 votat pro nga 11 anëtarë të Këshillit drejtues. Duke siguruar 3/5 e votave, ajo kryesoi mbi 2 rivalet e tjerë, Zoja Jakaj, që mori 3 vota dhe Ëngjëllush Musaj me 1 vot në raundin e dytë. Me përfundimin e votimit, kryetari i Këshillit drejtues Fation Hoxhalli shpall emrin fitues. Votimi i dytë për drejtor të përgjithshëm të Radio Televizionit Publik Shqiptar rezulton të jetë i suksesshëm pasi arrin të realizojë nevojën statutore të Radio Televizionit Publik Shqiptar për përzgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm prej 3/5 të anëtarëve të Këshillit drejtues. Kandidatja Eni Vasili zgjidhet drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit Publik Shqiptar me 7 vota. Ftoj asistente ligjore të përgatitë dokumentin. Suksese Zonja Vasili. Gazetarja dhe moderatorja e njohur e emisionit Open, me një karrierë të gjatë në lëmin e gazetarisë, do drejtojë Radio Televizionin Shqiptar me një mandat 5 vjeçar. Kandidatët e forcave politike që garojnë në zgjedhjet e 11 majit kanë vijuar takimet me elektoratin. Drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër Mirela Kumbaro u ndal në zonën e Memaliajt, ndërkohë që krye demokrati Sali Berisha u ndal mbrëmjen e dieshme në Gjirokastër. Mandati 4 do të ketë prioritet Bashkinë Memaliaj, kështu shpreh nga krahasi drejtuesja politike e qarkut Gjirokastër për Partinë Socialiste Mirela Kumbaro. Në këtë takim ajo ishte shoqëruar edhe nga 2 kandidatët, Tërmet Peçi e Shuquri Hysi. Me votën e 11 majit, puna në 2025 fillon, sepse e kemi vënë objektivin në 2030. Kur Shqipëria duhet jetë fut në Bashkimin Evropian, kur të kemi më shumë para dhe kur mandati 4 për qarkun e Gjirokastrës dhe njëherë prioritet do të ketë Bashkinë e Memaliajt. Si që kemi treguar modelet në Tepelen, si që kemi treguar në Përmet, si që kemi treguar në Gjirokastër, koha është për Memaliajn që të kthehet ashtu si që meriton. Vërtet porta hyrëse e Vjosës, edhe jo thjesht një qytet dikur minatorësh. Gjithë fermerët dhe buqit, gjithë blegtorët që janë në këtë trev, meritojnë shumë të vëmendje. Për mua është privilegj që të jem në listë garuese nga Partia Socialiste dhe jo vetëm për mua, por unë mendoj dhe besoj që të 5 kandidatët jemi privilegjuar të jemi përfaqësues të kësaj familje të madhe politike. Forca i nderuar është tek ju. Është tek ju dhe dua të shprehet në 11 maj me votën plebiscitare, me votën e çdo banori të trevës së Krasit, një trevë e begat me kodra belvedere
mbi Vjosën tashmë park kombëtar. Ndalesa e radhës për Kumbaro në Peçin e Hysin ishte me Malia i fshat, ku Kumbaro u fokusua te projektet e qeverisë shqiptare që kanë gjetur dhe po vazhdojnë të gjejnë zbatim në bashkinë me Maliajt. Me Maliaj nuk ka dyshim, po dhe fshati me Maliaj, që Partia Socialiste është forca politike që duhet drejtojë. Siç investuan për të bërë këtë rrugën e bukur, që është dhe panoramike dhe sjell zhvillim deri këtu, kemi vazhduar investimet dhe në bashkinë me Maliaj. Dëgjuam zërin e mësuesve dhe të prindërve që kanë nevojë për një shkollë komplet të rinovuar dhe po investohet me fondet e Ministrisë së Arsimit dhe të qeverisë shqiptare. Banorët e Memaliajt kërkuan që të rinovohen fasadat, të izolohen më mirë, ka filluar projekti po me fondet e qeverisë. Fermerët e Memaliajt kërkuan investime për kanalet vadice dhe u investua me paratë e Ministrisë së Bujqësisë. Të gjitha këto janë për komunitetin. Kandidati për deputeti i Partisë Socialiste Tërmet Peçi u ndal në krahinën e Lopzit në Tepelen, ku takua me banorë të fshatrave Dhëmblan, Sinanaj, Mato Hasanaj dhe Dorës, prej të cilëve mori premtimin se vota në 11 maj do të shkojë për të dhe Partinë Socialiste. Ndër të tjera, Peçi garantoi lidhjen e rrugës Sinanaj Sevaster si një punë e lënë në mes që nis në muajin qershor të këtij viti. Jam dakord të mbështesim juve, aq sa kemi bërë ku bashkë. Jemi mirënjohës për punën, ka gjëra pa u bërë dhe do të bëhet, edhe më mirë akoma. Nëse do të kem besimin dhe mbështetjen tuaj, unë të pretoj që nuk bëj krahasim me asnjë. Janë vetja ime, janë fytyra ime, përfaqësoj fytyrën tuaj dhe bashkë personale, familjare, të gjithë emisorët e dhe taksosh dhe suksese. Dhe bashkë ne mendojmë që do të ndalim për të bërë punë mira jo për të gjithë. Peçi rrugën e ka të hapur, Lopsi është me ne asnjë vot në kënet. Të gjitha votat e Dirama e pesa. Neve ndryshimin e kemi parë qatë ditë që herë pushtet Partia Socialiste edhe në bashkinë të Tepelesën e tyja Tërmet Peçi. Që nga Athina, që zvijet do të në Tepelerë, më kupton se nxirrte dhe shterronte rrugët, pallatet, ndërtesat, mbulesat e gjitha me radhë. I kemi parë. Votat e meja janë për ty Tërmet Peçi dhe për Partinë Socialiste. Idi nga më të mirët që na afrojnë neve. Realiteti është ky është realiteti. Unë kam mendimin që të aprovojmë një zëri si zonë, si krajinë, shokun Tërmet Peçi, po thonë Tërmet Peçi për në parlamentin në Partia Socialiste. Të njëjtën kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte në qytetin e Gjirokastrës, ku prezantoi kandidatët për deputetet të këtij qarku për koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Një herëzi, Berisha shpalosi edhe një pjesë të programit për të bërë ndryshimin. Ai nënrizoi se një nga prioritetet kryesore të programit Partisë Demokratike është arsimimi i rinisë, duke hequr mesataren e shkollës dhe duke ofruar bursë prej 200 euro për studentët. Çfarë ëndër mund të kemi ne kur në shkollat e Gjirokastrës dhe të mbarë Shqipërisë janë reduktuar në maksimum nxënësit, kur në Labov, në Malshov, në zona tjera, klasa me 2 nxënës, klasa pa nxënës. Çfarë po ndodh me Shqipërinë dhe me Gjirokastrën? A nuk po zvoglohemi ne në mënyrë të tmerrshme? Si asnjë kom tjetër. Gjeni një kom, lexojnë të gjithë. Në histori nuk ka një kom që në 10 vitet ketë humbur, siç thot statistike europiane, 1.990.000 shqiptar vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian. A ka një thirrje të brendshme nga shpirti i këtij kombi? A ka një thirrje nga thellësitë e kësaj toke të shpëtojmë Shqipërinë, të japim Shqipërisë
madhështin që i takon. Dhe ne jemi këtu me këte program. Ndaj dhe ne, programin ton, e nisim në radhë të parë, tek dhimbshuria njerëzore. Ne jemi kom bamirës, ne kemi virtut bamirësin, por është i pashpirt shteti, që len burrat dhe gratë që kanë shkrijetën e tyre, të numrojnë kafshatën, që len të mos marrin dot ilaçet, me një pension qesharak. Është i pashpirt shteti, kur merr prej tyre taksa 8 miliard dhe 760.000 qytetarëve u jep 16 milion. Është i pashpirt shteti që nuk mendon sa ato familje të cilat u japin 2 vakte ushqim fëmijëve, ato janë subjekt smundjesh dhe shumë e shumë të këqijash të tjera. Atëherë, ne do e fillojmë këtu me programin tonë. Ne kem përcaktuar minimumin jetik si emergjencë të emergjencave. Çdo shqiptar 200 euro. Çdo pensionist 200 euro. Shqipëria, Gjirokastra ecin rrugën e madhështisë. Të rit. Nuk do ketë mesatare për universitet. Nuk do ketë mesatare. Me përfundim në studimeve, punësimi juaj do t'jetë përparësi absolute. Çdo punëdhënës do t'i paguën sigurimet shoqërore për ju një vit. Dhe ju do u garantohen kredit buta për të ngritur start-upe, grante për të siguruar çatin. Çdo çift do marrë kredi për çdo çift i çati. Do paguhet bonus 70 euro për fëmijën e parë, 60 euro për fëmijën e dytë. Çdo shpenzim nga linja gjerë 23 vjeç për fëmijën e tretë. Ne do bëjmë gjithçka, t'i rikthejmë kombit rinin. Ne do bëjmë gjithçka të sjellim kombin shqiptar përsëri në moshën e rinisë të tij. Ky program është shumë i thjeshtë. Programi ynë ka 2 objektiva. Spari kthimin e parave atyre që u merr, së dyti një mundësi për çdo shqiptar. Po, një mundësi të re për çdo shqiptar. Përndryshe, udhëtimi ynë drejt madhështisë që meritojmë është i vështirë. Atëherë garantoj çdo biznes të vogël se tavani i TVSH-s do kaloj në 180.000 euro. Ka nisur trajnimi i operatorëve të KZAZ-ve të qarkut Gjirokastër për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Trajnimet për këta të fundit ka nisur sipas udhëzimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe konstituimit nga KQZ të Komisioneve Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve. Në Gjirokastër ka nisur zyrtarisht trajnimi i administratës zgjedhore, ku operatorët po përgatiten për të qenë në krye të detyrës në ditën e zgjedhjeve. Trajnuesi Arjan Gjini bën të ditur se përzgjedhja e operatorëve është bërë përmes një procesi të hapur dhe transparent të zhvilluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Trajnimi janë duke zhvilluar dhe administratën zgjedhore, tjerë, cilët janë komisionet e qendrave të votimit, komisionet zonale, grupet e numërimit, pra gjithë po administrojnë një procesi kualifikimi, testimi me metoda nga më inovative të saj në këtë proces zgjedhor, ku gjithë komisionerët testohen, trajnohen dhe shpresojmë që njohuritë e tyre të jenë efikase dhe të qytetarëve të garantohet një vot, domethënë jemi në kushtet që të kemi krijuar kushte sa më të mira dhe të ofrohet një profesionalizëm nga administrata zgjedhore qytetarëve për të ushtuar të drejtën e tyre në këto zgjedhje. Gjini shtoi se trajnimi do të vijojë deri në ditën e zgjedhjeve, duke përfshirë edhe testime dhe ushtrime praktike. Në një bashkëpunim me institucionet e qeverisjes vendore, po do të vazhdojmë për një periudhë deri në ditën e zgjedhjeve, do të vazhdoj trajnimi me gjithë
administratën zgjedhore, këto trajnime janë të hapura për qytetarët, janë të hapura janë të hapura për vëzhguesit vendas, për subjektet elektorale dhe për çdo tjetër që dëshiron që të shikojë se si punon administrata zgjedhore, kushdo është mirëpritur në këto trajnime. Këto janë porositë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe ne besoj se po bëjnë një gjë më të mirë të mundshme për të patur një administratë zgjedhore shumë profesionale. Ky proces trajnimi synon të rrisë cilësinë dhe besueshmërinë e shërbimeve zgjedhore në çdo qendër votimi. 5.332 zgjedhës do t'i drejtohen 9 qendrave të votimit në 11 maj në KZZ në numër 82 Bashkia Libohov. Edhe në këtë bashki, numri votuesve ka rënë me 532 votues nga 5.864 që ishin në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, ndërkohë që edhe qytetarët kanë nisur të verifikojnë listat e afishuara. Bashkia e Libohovës ka afishuar listat përfundimtare për zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe tashmë qytetarët mund të drejtojnë pranë 9 qendrave të votimit që kjo bashki ka si në qytet, ashtu edhe në njësitë administrative, për të verifikuar emrat e tyre në mënyrë që të sigurojnë të drejtën e votës në ditën e zgjedhjeve. Nuk i kam parë, po do interesojmë gjithashtu. Edhe që të jem në votim, të marr pjesë. E kanë dhënë fletën se shënumur kemi, se qashu, jemi në rregull. Do interesojme për parë emrin tim në listën e zgjedhjeve. Kryetari i KZAZ-s Libohov Arjan Çano ka bërë të ditur se listat e zgjedhësve janë afishuar në të gjitha qendrat e votimit dhe se në territorin e bashkisë Libohov në këto zgjedhje nuk ka mbyllje të asnjë prej qendrave të votimit. Në të gjitha qendrat e votimit janë afishuar listat e zgjedhësve. Janë marrë masat që gjitha qendrat jenë në dispozicion për ditën e votimit. Ka qendra që janë mbyllur, të gjitha qendrat siç kanë qenë herën e fundit. Të gjithë qytetarët të interesohen për emrat e tyre në qendrat e votimit ku ata janë, nëse e kanë emrin apo jo. Nëse nuk e kanë, atëherë duhet të interesohen për të qenë votues në vendbanimet e tyre. Në bashkinë e Libohovës janë regjistruar gjithsej 5.332 zgjedhës të cilët pritet të japin verdiktin e tyre më 11 maj. Kështjella e Argjiros mbetet ndalesa e parë për çdo vizitor që vjen në qytetin e UNESCO-s. Disa vinë për herë të parë dhe të tjerë që rikthehen për të disatën herë shprehen të mahnitur nga ajo çfarë ofron ky objekt i trashëgimisë. Vetëm në 4 muajt e parë, kjo kështjellë është vizituar nga 24.406 turistë. Qyteti i gurtë i Gjirokastrës vijon të tërheq turistë shumë të vendas dhe të huaj. Qendra muzeale e qytetit është destinacioni fillestar pasi të gjithë turistët e nisin vizitën nga kalaja e qytetit. Shumë prej tyre vinë për herë të parë në Shqipëri dhe në Gjirokastër dhe shprehen të mrekulluar nga pamja magjike, jo vetëm e kështjellës, por edhe e qytetit të gurtë. Hello, we are visiting Albania. We are from France, and this is our first time in Albania and in Gjirokastër, and we have discovered this beautiful castle with a magnificent view. So it's very impressive. I'm Clara, we're from Germany, and we like the experience here in the castle. It's nice that you can walk to so many places, and yeah, the view is nice, and yeah, we like it. Oh yeah, so I'm from the US, Chinese American. I just came to Albania and then Gjirokastër, super nice. The weather is amazing, like you can see, and the castle is fantastic. The views are so good. We live just outside of London, our first time in Albania. We arrived yesterday and we flew in and then we drove straight up here, and so far really enjoying it. Beautiful castle, well preserved. It's amazing the amount of history here, you know, lots of obviously history in different regimes. Very interesting. Yeah. And the views are amazing. Yeah. Aren't they? Yeah, and it's very still very well preserved. That it's a really nice place to wander around as well. So it's like you haven't got too much information, but you can just sort of wander at your own time. And I think all the information boards are really good. They're very clear, not too much information. But yeah, so far really enjoying. Okay, so Cook and Stacey from Leeds, England.
We've enjoyed it very much. Përshëndetje. Shumë të mund sa ushin nga Rove Beratit. Kemi ardhur për të vizituar Kalan, kam herën e dytë që vizitoj këtu në Kalan. Është shumë bukur. Këto objekte duhen ruajtur. Janë gjëra të rralla. Përshëndes. I'm Gillian, I'm from England, and we're visiting Albania just for 3 or 4 days. So we came to see the castle. We really enjoyed the views of the mountains and the different parts of the castle. The clock tower was lovely, and the stage for the dancing we enjoyed. Kështjella e Argjyrës edhe në këto ditë prilli mbetet në top listën e monumenteve më të vizituara në Gjirokastër. Çdo ditë mbretëresha e qytetit të Gurt pret e përcjell vizitor nga mbar bota, ku pjesa më e madhe vijnë për herë të parë. Vetëm në këto 4 muaj ky objekt ka mirëpritur mbi 24.406 vizitor. Skema e naftës dhe ajo e blegtorisë kanë qenë 2 masat që kanë patur më shumë interes në këto 10 ditët e para të aplikimit për subvencione. Aktualisht, pranë zyrave të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural në Gjirokastër, janë regjistruar rreth 1500 aplikime nga fermerët dhe blegtorët e qarkut. Që prej datës 14 maj janë hapur zyrtarisht aplikimet për përfitimin nga skema kombëtare e subvencioneve në bujqësi. Përmes portalit e Albania, fermerët mund të kryen të gjithë procesin online, por shumë prej tyre në Gjirokastër vijojnë të kërkojnë ndihmën e zyrave të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural për të përfunduar aplikimin sakt dhe pagabime. Një pjesë e mirë e tyre shprehen se këto subvencione janë një mbështetje e mirë për të zgjeruar aktivitetet që ata disponojnë. Ne kemi ardhur domethënë të bëjmë ato dokumentet e naftës për pushin. Është domethënë i lehtë aplikimi, ndihmon goxha fermerin. Kryesisht mbjellim foragjiere domethënë për blegtorin. Njëkohësisht domethënë mbjellim edhe frutikulturë, ullinj. Unë jam në Kurveleshi, në fshati Regjim banojnë Beliqot. Ne jemi një fermë familjarisht. Unë kam aplikuar shumë herë. Kam darë përfitus të 1-2-3 vjetë e funit. Paktën marrëm e 60% të shpenzimeve për bakti. Deri më tani në qarkun e Gjirokastrës janë kryer rreth 1500 aplikime për subvencione, ndërsa interesi më i madh vijon të jetë për skemën e naftës dhe atë të blegtorisë. Ky proces po vijon dhe fermerët ende kanë kohë për të përfituar nga mbështetja financiare që ofrohet këtë vit. Arieta Nexhipaj dhe Liksiana Lulo janë 2 nxënëse të gjimnazit Siri Shaplo, të cilat janë bashkuar kryqit të kuq në Gjirokastër. Në rrëfimet e tyre, 2 të reat tregojnë se si u gjendën vullnetare, ndërsa mesazhet tyre shkon për të gjithë të rinjt që të veshin këto bluza humane. Arieta Nexhipaj është gjimnaziste në shkollën Pandeli Sotiri dhe prej një viti është bërë pjesë e kryqit të kuq shqiptar, Dega Gjirokastër. Në rrëfimin e saj, Arieta tregon se si vendosi të bashkohej me nismën për të shpëtuar jetë. Jam nxënëse e shkollës Pandeli Sotiri. Jam bërë pjesëmarrëse e kryqit të kuq që vjet në vit të dytë dhe jam futur te sektori ndihmës së parë. Dhe aty domethënë kam mësuar si mund të jap ndihmën e parë. Mendoj që them ta vazhdoj akoma, sepse është një punë shumë e bukur dhe të mëson më shumë gjëra, nuk mund të jem vetëm te ndihmë e shpejtë, te ndihmë e parë, por që mendoj që ta zhvilloj edhe pak horizontin. Një tjetër shembull frymëzues është Liksiana Lulo, e cila është pjesë e këtij institucioni prej afro 5 vitesh. Ajo tregon se ka ndërhyrë në shumë situata emergjente ndër vite dhe tashmë po ndan njohurit dhe përvojën e saj me vullnetar të rinj. Duke qenë se kam shumë vite që e praktikoj kryqin e kuq, ndihem e gatshme dhe mjaft e mësuar për të dhënë disa leksione dhe instruktura tek bashkëmoshatarët, tek qytetarët, duke bërë aktivitete, duke shpërndarë fletpalosje apo duke bërë instruktura. Është diçka që çdo qytetari do të hyjë në punë dhe do t'i duhet, sepse nesër deri mund të jenë në një rast të rreziku ose në një situatë të papërshtatshme që këto instruktora do të hyjnë goxha në punë dhe do të ndihen shumë të lumtur sepse janë të dobishëm për komunitetin, do të ndihen njerëz me vlera.
Kyçi kuq shqiptar, Dega Gjirokastër, ka një histori të gjatë veprimi në këtë qytet, duke tërhequr gjithnjë më shumë të rinj që angazhohen vullnetarisht. Arieta dhe Liksiana përfaqësojnë shembullin që të gjithë të rinjt duhet të ndjekin për të bërë pjesë e organizatave humanitare që kanë për qëllim kryesor shpëtimin e jetëve njerëzore. Bashkia e Finiqit ka regjistruar 13 subjekte biznesi më shumë se në vitin 2024. 223 subjekte kanë punësuar 540 persona për vitin 2025. Njësia vendore e Finiqit shtrihet në një sipërfaqe prej 44.100 hektar, nga të cilat 44% janë sipërfaqe fushore. Njëkohësisht, popullsia e kësaj bashkie është përafërsisht 39.000 banor, nga të cilët 2/3 ndodhen në emigracion. Megjithatë, shifrat flasin për një rritje të numrit të bizneseve gjatë vitit 2025, në krahasim me një vit më parë. Konkretisht, në Bashkinë e Finiqit janë regjistruar 56 subjekte të biznesit të madh nga 49 të vitit të kaluar, kurse si subjekte të biznesit të vogël janë regjistruar 167 subjekte nga 161 të vitit të kaluar. Gjithsej 223 subjekte shërbimi, prodhimi dhe tregtimi, 13 më shumë se në vitin 2024. Duhet theksuar fakti se në këto biznese janë punësuar 540 veta, kryesisht me banor të Finiqit, kurse në vitin 2024 ishin të punësuar 530 banor. Një pjesë e këtyre subjekteve të biznesit të madh edhe të vogël janë të regjistruara si sezonale, pasi 192 janë aktive për të gjithë vitin. 26 monumente kulturore apo 13 monumente natyrore, ndër të cilat veçojmë Parkun Arkeologjik të Finiqit dhe Parkun Natyror të Syrit të Kaltër, janë indicie për zhvillimin e turizmit, ndërsa një ndim në këtë fushë janë klima mesdhetare dhe afërsia e detit jon, vetëm pak kilometër larg, lumi Bistricës, liçenet artificial, si dhe zonat malore në Leshnicë dhe në Dhrovjan. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore në 58 fshatrat e Bashkisë së Finiqit do të krijonte premisa më të mëdha për shtimin e bizneseve në 5 njësitë administrative. Hamleti në fshatin Katran titullohet komedia që do të ndjek Ardarsi Gjirokastrit këtë fundjavë. Janë rreth 20 personazhe që do të ngjiten në skenën e teatrit Zinisako në drejtimin e regjisorit Erion Hinaj. Një komedi për Ardarsi Gjirokastrit do të sjellin aktorët e teatrit Zinisako këtë fundjavë. Ajo titullohet Hamleti në fshatin Katran, e cila ka përfshirë jo vetëm profesionistë, por edhe të rinj të apasionuar pas teatrit. Por qershia mbitor, siç pret edhe drejtoresha e teatrit Lejda Çeli, është aktori mirënjohur Bujara Sjeri. Teatri Zinisako ka sot premierën e shfaqjes Hamleti në fshatin Katran të poshtëm. Është një komedi me autor Ivan Bresan. Është një komedi temase interesante, subjekti i veprës është në një fshat të humbur. Fshatarët e këtij fshati vendosin në skenë shfaqjen Hamleti me autor Shakespeare-in. Ndërthurja interesante që ka bërë autori i veprës midis subjektit të veprës së Hamletit dhe subjektit të Hamletit në fshatin Katran është shumë interesante dhe krijon rrethana, ngjarje komike, po edhe dramatike për gjithë aktorët që janë në skenë edhe që publiku do e shijojë të gjithën. Kjo shfaqje vjen në teatrin Zinisako me regjitë Erion Hinaj. Kemi vendosur bashkë me regjisorin të ndërthurim të gjitha moshat e aktorëve. Jemi ne të rinj të teatrit edhe jo të vjetrit, po për shkak të eksperiencës, po e quaj kështu. Unë si aktore e kësaj vepre, flas tani, jam shumë e lumtur që kam mundësinë të bashkëpunoj dhe të luaj në të njëjtën skenë me Viktor Çaron, Vasilaj Çuklën edhe gjithë të tjerët, por qershia mbitort është Bujara Sjeri, i cili ka pranuar të jetë pjesë e kësaj shfaqje dhe ne ndihemi të lumtur edhe të privilegjuar që kemi fatin të luajmë të në skenë. Ka edhe një pjesëmarrje të madhe të rinj, të cilët nuk janë profesionistë, kanë mosha të reja, të vogla, gjimnazistë, por edhe të rinj të tjerë, të cilët kanë pranuar me shumë dashuri të bashkohen kësaj eksperience të mrekullueshme. Dhe ne jemi shumë të lumtur sepse unë kështu kam kuptuar dashurinë që ata kanë për teatrin. Kjo dashuri nuk mjafton
thjesht që ata të jenë prezent në sallën e teatrit për të ndjekur shfaqjen, po tashmë kanë vendosur të jenë në skenë bashkë me ne aktorët profesionist edhe të provojnë këtë magji që vetëm teatri ta ofron. Tashmë janë në skenë edhe interpretojnë së bashku me ne. Për shkak se shtuna është shpallur ditëzie, shfaqja në këtë ditë do të anullohet për të vazhduar të dielën. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.